Birra Stella rikthehet në një shije të re të rafinuar dhe identitet të forcuar falë recetës së mjeshtrit italian Roberto Cavalli. E prodhuar në fabrikën Stefani & Co, tashmë pjesë e Eurolab International Group, ajo vjen me standarde moderne dhe cilësi të ngritur në një epokë të re zhvillimi. Që prej vitit 1994, fabrika Stefani & Co ka qenë një nga pikat më të rëndësishme të prodhimit të birrës në Shqipëri. Në mars të vitit 2025, kompania ju bashkua Eurolab International Group, i vetmi grup shqiptar me përfaqësi në 10 shtete të rajonit. Një moment kyç që shënon fillimin e një transformimi të thellë teknologjik dhe cilësor. Teknologjitë e reja dhe sistemet e kontrollit inteligjent ndërthurën traditën me inovacionin modern. Ne ruajtëm shtyllën kurrizore të stelës origjinale, por ndryshuam për zgjedhjen e lëndëve të para dhe të gjithë procesin e prodhimit. Konsumatori shqiptar është një person shumë krenar që dëshiron të ketë një birrë që shpreh dëshirën për të qëndruar së bashku, për të shijuar jetën, për të kaluar një moment të bukur së bashku. Formula e re e zhvilluar nga mjeshtri italian i birrës Roberto Cavalli ndryshon llojin e elbit të përdorur, ndërsa është investuar gjithashtu në paketim të ri. Paketimi i ri ka një objektiv shumë të rëndësishëm, i cili është mbrojtja e birrës gjatë kohës që është prodhuar deri në kohën kur do të shijohet nga konsumatori. Birra e re është më e plotë në shije fal fermentimit më të gjatë, kontrollit më të lartë të sheqernave të fermentueshme dhe alkoolit në volum 4.6%. Është një birrë e vërtet, një birrë që kur e provon dëshiron të pish një tjetër. Investimet e ardhshme do të rrisin kapacitetin dhe aftësinë e fabrikës për prodhimin e varieteteve të reja. Cavalli ka edhe një këshill për mënyrën se si birra duhet të konsumohet. Duhet ta servirni me një gishtë shkum sipër, duke mbajtur gjithmonë temperaturën konstante. Dhe mënyra më mirë për ta shijuar birrën tuaj të parë, qëndroni së bashku dhe shijoni një Stella. Që nga fundi i vitit 2025, birra e re Stella është prezantuar në çdo supermarket dhe në baret e preferuara të shqiptarëve. Cheers!